Shkolla e mesme e mjekësisë Zdravko Cvetkovski I ka hapur dyert në kuadër të ditëve të hapura për nxënësit, prindërit dhe për publikun. Dhe aty është kolegja jon Gjanani, e cila do të bëjë një bisedë me zëvendësdrejtorin e këtij institucioni, me zotërit Tesim Etemi. Do t'i themi mirëmëngjes Gjananet dhe shpresoj që do t'ju sjell informacione të nevojshme për ju të nderuar shikues. Po, pra studia ashtu si që përmendet edhe ju, po ndodhemi në shkollën e mesme të ndërtimit dhe gjeodezisë Zdravko Cvetkovski, ku veç se më që 2 ditë janë duke u organizuar ditët e hapura në këtë shkollë, po ashtu është mbajtur edhe një ekspozite nga nxënësit e kësaj shkolle. E kemi këtu edhe zëvendësdrejtorin e kësaj shkolle për të na treguar rreth rëndësisë këtyre ditëve, po ashtu edhe ekspozitës. Përshëndetje zotëri zëvendësdrejtor, dhe na trego fillimisht për rëndësinë e këtyre ditëve të hapura, të cilët po mbahen dje dhe sot në shkollën tuaj. Gjithë kjo ekspozit, qëllimi kryesor është paraqiten projektet dhe punimet e nxënësve dhe të shprehin talentin e tyre. Dhe t'ju paraqesim shkolla fillore, semi maturantëve, se çka punohet në shkollën tonë. Cila është edhe sa është e rëndësishme kjo ekspozit për të prezantuar punën e nxënësve, sepse e dim që nëpërmjet punës së nxënësve ashtu edhe prezantohet edhe vetë suksesi I shkollës. Sa është e rëndësishme ekspozita? Ekspozita është një platformë që tregon punën praktike të nxënësve se çka bëhet në shkollë. Dhe ato shprehin talentin, domethënë, në këtë dhe është për publikun të shifet se çka është punuar. Çfarë lloj punimesh apo projekte janë paraqitur në këtë ekspozitë nga nxënësit? A ka ndonjë temë ose drejtim të veçantë këtë vit? Po, në këtë ekspozit janë paraqitura punime arkitektonike, ndërtimtarisë, dizajnit të brendshëm dhe gjeodezisë. Gjitha janë këto që I shihni këtu. Këto vitet e fundit ne përdorim edhe teknologjinë. Nga viti I dytë më nxënësit punojnë me teknologji dhe projektet I bëjnë nuk punojnë më në dorë, në mënyrë me kompjuter. Tani më inteligjenca ka filluar edhe tek ta të depërton. Si është interesimi I nxënësve të shkollave tjera dhe prindërve për ta vizituar dhe për t'u informuar gjatë këtyre ditëve të hapura, sepse e dim që ditët e hapura janë mundësia më e mirë që dikush të njoftohet edhe me shkollën dhe normalisht ato kushte që I ofron ju. Po, interesimi është I madh. Kjo ekspozit bashkë për atë punë është që prindërit të informohen se çka punohet në shkollë dhe t'i japin një rrugë fëmijëve tyre se cilat drejtime janë më të mira për të ardhmen e tyre. Si ndihmojnë aktivitetet të tilla të orientimit profesional, sepse e dim që fëmijët, sidomos në këtë kohë, janë shumë të pavendosur dhe nuk e dinë se ku duan të regjistrohen. Ndërsa këto aktivitete ndihmojnë që ta kenë edhe një pamje më të mirë, më të qartë drejt karrierës së tyre. Sa ndihmon kjo? Po, kjo ndihmon se, domethënë, ekspozita tregon se çka I pret e ardhmja. Domethënë, me këto ato e sigurojnë veten, themi, se gjithë ky ndërtim që bëhet nëpër qytet kërkon tregu I punës I kërkon këto profesione. Dhe për këtë kjo ekspozit është ta shohin më qartë se çka punon më nga afër, po. A planifikoni të keni edhe bashkëpunime me institucione, me universitete apo kompani që t'i ndihmojnë nxënësit normal në zhvillimin e tyre profesional? Shkolla vetë se ka me disa, po tash edhe vetëm se zgjerohemi, kemi disa universitete, kemi shumë kompani ku nxënësit, sidomos drejtime ndërtimtari dhe gjeodezi ku janë duale, ata fitojnë stipendi nga bursa nga Ministria e Arsimit dhe ato nga viti I dytë bëjnë praktikat nëpër kompanitë shtetërore dhe private, siç janë katastra dhe kompanitë shumë tjera. E kanë përkrahje në institucione? Po, sigurisht. Si përgatisni nxënësit që të jenë të gatshëm në tregun e punës pas përfundimit të shkollës së mesme, sidomos në profilet praktike si ndërtimtaria apo gjeodezia, këtë që e përmend? Domethënë, shkolla ofron atë programin e balancuar teori dhe praktik, kështu që ato kur dalin në punën e tregut, kur dalin në punë më vetëm se janë të përgatitur në një farë mënyre. Gjithashtu në këto drejtime kur paraqiten në fakultet, kur regjistrohen, janë shumë më përpara nga nxënësit që vinë nga drejtimet e tjera. Kjo është një plus shumë I madh, sidomos. Sigurisht. A ka ndonjë histori të suksesit të ndonjë nxënësi më specifik I cili ka qenë pjesë e shkollës tuaj dhe tani pasi ka dalë nga kjo shkollë ka arrit jashtëzakonisht shumë të jetë si një motivim për nxënësit tjerë të cilët edhe duan të regjistrohen?
Ka shumë nxënës, ka shumë që kanë kompani tyre, ka shumë që kanë studimet kanë bërë jashtë Maqedonisë dhe kanë suksese shumë të mëdha. Kemi shumë. Një mesazh për prindërit të cilët do me thënë duan të regjistrojnë fëmijët e tyre dhe mendojnë të regjistrojnë në shkollën tuar, pse Zdravko Cvetkovski të jetë zgjidhje për ta? Po, është zgjidhje e shkëlqyeshme sepse i përgatitin për një të ardhme shumë më të mirë. Do me thënë është një punë jo fizike, po vetëm punë ku do t'i duhet vetëm një laptop të punon dhe aq. Dhe jeta do jetë pastaj para ti. Pa, shtikur. Treza Venzretroj, faleminderit shumë për këtë intervistë kaq të shkurtër. Ne jemi në linjët e drejt për drejt, ju urojmë shumë suksese në këto ditë të hapura, po ashtu ju mirëpresim në studio për ta promovuar edhe shkollën dhe për normalisht nxënësit për të parë më afër se çfarë mund t'i pret në 4 vitet të ardhshme në këtë shkollën tuaj. Ju faleminderit, kishim nderin që ishi këtu. Po, studio, pra ishim këtu në ditët e hapura të shkollës të ndërtimtarisë dhe gjeodezisë, ku ne nga afër pam dhe ua transmetuam të gjithë shikuesve rëndësinë e regjistrimit pikërisht në këtë shkollë, se ke një ardhmëri më të sigurt dhe profilizohesh në një profesion të cilin ti veç se e ke ndëruar prej më herë, duke filluar nga shkolla e mesme e pastaj në universitet. Po, faleminderit Gjanan, shumë faleminderit që na dhe disa informacione në lidhje me shkollën e mesme të ndërtimtarisë Zdravko Cvetkovski.